Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Do vazhdojmë sot me një nga 100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, me një vrasje që tronditi fort, rënd, gjithë opinionin publik, ajo e Çeçis Topullit dhe e Mustafa Qullit. I pari një luftëtar i qetave për liri dhe pavarësi dhe i dyti një gazetar. Në fakt Çeçis Topulli mund të ishte edhe një simbol i ushtarit të panjohur i rënë në luftë për pavarësi. Nuk ka një personazh, një person të dytë, një shqiptar të dytë në historinë e Shqipërisë që të mos e ketë hequr asnjëherë armë nga supi dhe njëkohësisht të ketë pasur një fund tragjik si ai i Çeçis Topullit i vrarë pabesisht dhe pa marrë dhe atë vlerësim që i takon. Ishte një vrasje, ju lutem regjia, kjo është skica, i lidhur kokë e këmbë me zinxhir nga ushtar malazez mëngjesin e të shtunës të 17 korrikut të vitit 1915. Ai humbi betejën e fundit jetë, kishte fituar shumë beteja, edhe pse u përlesh me ushtarët malazez si një luan. 15 persona me uniform arritën ta qellonin me plumba, ta shponin me bajoneta dhe duke lënë të vdekur Çeçis Topullin të lidhur, edhe një herë të lidhur, duke bërë kështu një nga dëshmorët e parë të shtetit shqiptar. Pak minuta më parë, Çeçis Topulli pa me sytë e tij vrasjen e mikut të tij që ishin bashk, Mustafa Qullit, një gazetar, për të cilin Çeçis Topulli thoshte shpesh që të vetëm armë që kishte penë, edhe ata e vranë në mënyrë makabre. Pra, edhe një herë të përcaktojmë, kemi foto të Çeçis Topullit një herë, është një foto që unë e kam botuar në librin, edhe një herë them, një foto shumë e rrallë. Ky është libri 100 vrasje më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, i botuar në vitin 2017 dhe në të janë të trajtuara 100 vrasjet që kanë pasur më shumë jehon dhe më të rënda. Pra, foto e parë e Çeçis Topullit është një foto shumë e rrallë, jemi mësuar me imazhin e tij, me atë kostumin gati popullor, por edhe ushtarak shqiptar, dhe asnjëherë të veshur me rroba normale, civile mund të themi. Ky është Çeçis Topulli, një portret shumë i veçantë. Ai ishte komandanti i çetës së Gjirokastrës, kishte qenë ushtarak në Perandorinë Osmane, dhe i dyti ishte Mustafa Qulli, ose Muço Qulli, siç thuaj ndryshe, gazetar dhe drejtor i Gazetës Populli, një gazetar më të miri që ka pasur Shqipëria dhe më me ndikim në atë periudhë. Çeçis Topulli ka lindur në 20 shtator të vitit 1880 në Gjirokastër. Të dy u vranë në 17 korrik 1915 në orën 4 të mëngjesit. Çeçis Topulli ishte 35 vjeç, 2 muaj e 3 ditë, dhe vendi i vrasjes ishte fusha e Shtojt në Golem në Shkodër në Shqipëri. Autorës, që thash, ishin 15 ushtar malazez. Cili ishte motivi i vrasjes? Hakmarrje për vrasjen e peshkopit grek në vitin 1907. Në vitin 1907. Pra, 8 vjet mbas vrasjes së peshkopit grek, i cili do të themi dhe më poshtë përse e vrau Çeçis Topulli në ato aksionet e tij, u bë një hakmarrje dhe ekzekutuan Çeçis Topullin pikërisht në Shkodër. Çeçis Topulli ishte një nga 13 fëmijët e Agush dhe Haso Topullit nga qyteti Gjirokastër. Pra, Çeçis Topulli ishte një nga 13 fëmijët. Ishte një familje me shumë fëmijë, 13 fëmijë të Agush dhe Haso Topullit nga Gjirokastra. Mes tyre vetëm Çeçisi dhe Bajoja u bën të njohur për aktivitetin patriotik në dobi të çështjes son kombëtare. Pra, Çeçis Topulli dhe Bajo Topulli, dy vëllezër, ishin ata më të famshëm, më të njohurit, të dy luftëtarë, por Bajo ishte dhe i penës, pra ishte dhe gazetar, një publicist, një shkrimtar, mund ta themi, i cili ka lënë goxha shkrime, vepra dhe ishte pjesë edhe ai e rezistencës. Pavarësisht prej aktivitetit tyre me pushke penë, Çeçisi dhe Bajo nuk morën pjesë në ceremoninë e shpalljes pavarësisë në Vlorë më 28 nëntor 1912. Jam habitur, shpesh kam thënë vetë, si ka mundësi ai ku do dodhuri, ai që dha aq kontribute për atë pavarësi, në 20 nëntor nuk ishte në Vlorë, nuk e kam kuptuar asnjëherë këtë gjë të Çeçis Topullit.
Ndërkohë, në shtator të vitit 1914, Çerçistopulli shkoi në Shkodër për të qenë pjesë e mbrojtjes së qytetit nga serbët malazezës. Pra, do kemi një foto tjetër të Çerçistopullit, të veshur ushtarak. Jo, kjo është e gazetës, Çerçistopulli ushtarak. Do të thonë, kjo jo një foto tjetër, kam një foto tjetër. Se kjo është, kjo është Çerçistopulli me Mihal Grameron. Ky është Çerçizi, i veshur ushtarak. Po edhe pak folklor, sepse për shembull ajo kapelja nuk është kapele ushtarake, është kapele tipike shqiptare. Dhe armativet e tij ishin gjerë në dhëm kur thuhet pushka, dyrbia, pistoleta, thika, të gjitha ato paimit e tjera. Dhe këtu ka dalë në studio është një foto e Marubit. Habia është që në shtator të vitit 1914, pra afër 2 vjet nga shpallja e pavarësisë, Çerçistopulli shkon në Shkodër për të qenë pjesë e mbrojtjes së qytetit nga serbët malazezës. Pra nga Gjirokastra shkon në Shkodër. Me thënë drejtë nuk e se kam kuptuar shumë këtë, edhe të mos marrësh pjesë në shpalljen e pavarësisë në Vlorë, që kishte shumë më afër, por ai shkoi në Shkodër. Më 28 qershor 1915, 19 ditë përpara vrasjes, Çerçistopulli u arrestua nga malazezët dhe u la i lirë 2 ditë më vonë. Pra është arrestuar një herë dhe u la i lirë. Në çdo bisedë me ushtarët që i kishin arrestuar, ata thoshin se nuk kishin asnjë probleme Çerçistopullin dhe Mustafa Qullin, i kishin arrestuar të dy. Edhe kjo është një habi tjetër. Më 7 korrik Çerçistopulli dhe Mustafa Qulli u arrestuan sërish, era e dytë. Për 10 ditë ata i mbajtën në një qeli në kazermën ushtarake. Më 17 korrik Çerçizi dhe Mustafani i hipën në një pajton dhe i morën rrugën për në Cetinj të Malizzi. Kështu thanë, do të çojmë në Cetinj të Malizzi. Pas një sqarim, ushtarët i zbritën mes rrugës dhe ekzekutuan pas një lajmërim ose vendim gjykate. Ishte vrasje, nuk ishte ekzekutiv vendimi. Pas vrasjes, trupat e Çerçistopullit dhe Mustafa Qullit i futën në një grop të cekët dhe i mbuluan me shkure. Ky është një veprim tjetër që e kompromenton shumë, do të thënë gjithë të ngjarjen. Kemi disa deklarata të bujshme për vrasjen e dy fisht. E para, Anton Arapi, klerik katolik, një personazh shumë i njohur, ja dhe këtu është një foto tjetër, po do t'i komentojmë fotot e çetës së Çerçistopullit. Gjatë fjalës së nxjerrjen e eshtrave në Shkodër për të transferuar në Gjirokastër më 14 shtator 1936, sepse kjo ceremonia e ndaluni, ku veni burra, Çerçiz e Muço, 2 fjalë ka me ju Shkodra Kreshnike, këtu në log të kuvendit para se të ndaheni. Do të leni Shkodrën të shkoni e të pushoni atje, ku së pari pata tamlat rrezet të diellit, ku sifilizat shëndosh, gëzueshëm e rritën shtatin, atje prej ka Shqipnia u qiti dhe u ndriti. Veç o burra, që dekun flitni të metun, njalleni dhe hupëm, sot ndritni ka e rreutull t'i bini Shqipëris dhe i shoj një za, atë zanin tuaj kumbuës anë luajve, diftoni djelmis shqiptare, shka u shjeu idealin, shka u mbajti karakterin, shka u banit pavdekshëm, t'i diftojmë po botës se shqiptarët janë një mend burra, se mund t'jemi tosk e geg, muhamedan e kristian, e njerit shqiptar e një mend. Zoti vërtet e atë dheu le të na bashkojnë. Zoti atë dheu të na mbajnë me Zot, me atë dhe e lumnojnë. Ka thënë Anton Arapi, klerik katolik, i cili mbajti fjalën në ceremoninë e transferimit të eshtrave, të nxjerrjes së eshtrave në Shkodër dhe transferimit të tyre dhe varrosjen e tyre në Gjirokastër. Pa e ditur, Anton Arapi do pushkatojë në vitin 1946 në Tiranë. Enes Koliqi, shkrimtar dhe studios të fjalën e ceremonisë për nxjerrjen e eshtrave të Çerçistopullit për të transferuar në Gjirokastër më 14 shtator 1936. E ju hije madhore të Çerçistopullit e të Mustafa Qullit, nisni ka vendet tuaja tu e ngjallur në për gjithë buzët një këngë shprese. Zgjonin kalim zemrat e fjetuna, fuqizoni shpirtat e ligshtum. Shka kërkon dielëria prej Shqipënisë, drejtësi të plotë shoqërore. O ti Çerçiz, o ti Mustafa Qulli, që ma të kuqe bët flamurin, ma të kuqe bët flamurin. E bat me gjakun e të pasët tuj, shpall djalërisë se pajtimi më i drejtë, se drejtësia më e plotë shoqërore mund të arrihet në emër të Shqipënisë. Do të thënë është e jashtëzakonshme kjo që ka thënë Enes Koliqi për të dy të vrarët. Ja, Çerçistopulli, ky është një portret i Çerçistopullit nga Niko Kotherja, është me të vërtet një portret i jashtëzakonshëm, do të thosha unë. Kemi disa shifra, disa të dhëna. Çerçistopulli qëndroi në Shkodër 10 muaj,
si pjesë e rezistencës pra të qytetit verior. 15 ushtarë malazez e morën pjesë në vrasjen e Çerçistopullit, me cilën ai arriti të përleshë, edhe pse ishte i lidhur. 3 vjet ishte koha gjatë cilës tëmës së Çerçisit nuk i treguan për vrasjen e tij. Ajo e ka marrë vesh vetëm mbas 3 vitesh. Flasim pak për vrasjen, për skemën e krimit më saktë. Çerçistopulli kishte bërë 10 manovrime në jetën e tij dhe ndaj tyre që kishin dashur ta kapnin, ndaj atyre që kishin dashur ta kapnin dhe ta azjesonin. Por mëngjesin e 17 korrikut 1915, për të parë të fundit ai dështoi. Një skuadër ushtarësh malazez u shfaqën në portën e shtëpisë ku qëndronte në Shkodër dhe pas një urdhë të shkruar e vu në pranga. Bashkë me të u arrestua edhe miku i tij Mustafa Qulli, një gazetar me emrin atkoh në Shkodër. Pa shumë sqarime, ushtarët e huaj i lidhen të dy me zinxhir në duar e këmbë dhe i dërguan në gazermë. Pas 10 ditësh qëndrimi në një dhomë në kushte skandaloze, ata dy hipën në karrocë dhe i thanë se do të dërgonin në Cetinj të Malezi. Pasi karavani bëri disa kilometra në fushën e Shtojt, kur ora shënonte 4 e mëngjesit, nisi të zbardhte, ushtarët i zbritën ata dhe pa një pa dy nisën të qellonin me armë. Musafa i vdiq në vend, ndërsa Çerçizi, ashtu i lidhur me zinxhir, përleshën me ushtarët malazez, por ata duke qenë në numër të madh, arritën ta qellonin për vdekje me plumba dhe duke i shpuar plumbin me bajoneta. Kur panë që të dy kishin dhënë shpirt, me shpejtësi hapën 2 gropa, jo shumë të thella, i futën brenda të 2 trupat, i mbuluan me shkure dhe drur dhe u larguan prej nga vendi i krimit. Si u krye vrasja? Vrasja pa bezë e fshetet Çerçistopullit është shoqëruar me rregullin se edhe krimi më i përsosur lë gjurmë. Edhe pse menduan që i fshin gjurmët bashkë me varrosin e kufomave, asnjë nga 15 vrasit nuk e dinte se prapa shkureve një person i ndodhur aty krejt rastësisht e kishte parë të gjithë ngjarjen. Quhej Mahmud Golemi dhe rrëfimi i tij 6 muaj pas vrasjes është me të vërtetë një dëshmi unikale. Ja çfarë ka thënë Mahmud Golemi. Natën e të premtes, duke kthirë shtuna, natë Ramazani, para se del drita, dola me ngarkue san prej livadit në fresk, kur prej së largu pa ashtu e ardhur 2 njerëz të përcjellur prej 15 ushtarës, të cilët kur më panë më urdhëruan të largohem, dhe unë u fsheha mbrapa qerrës. Kur erdhën drejt në një vend, aty u ndalën dhe ushtarët morën pozicion me qit 2 persona në fjalë. Ai që ishte vesh me petka Bojhini, që ja kisha dhënë unë, pse kishte mbet pa xhaket, Muça Qulli, bërtiti në mënyrë alarmante e një burr i gjatë dhe i plot i bërtiti shokut të i thënë: "Mos u tremb se patriotët kështu e kanë." Ushtarët qitën ai me petka Bojhini radekun, kurse tjetri tu e sha me një zë luani Çerçistopulli e me një shpejtësi trofeshme, më syn ushtarët dhe u lan kokë të qesin të 2 herë, hyn mes tyre dhe u erdh fytas me ta për me marrë ndonjë push prej tyre. Kjo luftë vazhdoi afro 1 minutë, pra 1 minutë është përleshur Çerçistopulli, i lidhur me hekura dhe ata qellonin edhe me plumba dhe me bajoneta. Në atë përleshje, mbasi gjetën rast, i ran për herë të dytë dhe e vran. Krimi i organizuar, pra kjo ishte dëshmia edhe një herë e Mahmud Golemit, një dëshmitar krejt rastisht i fshehur mbrapa ferrave, mbrapa gëmushave aty, sepse kishte nxjerr baktin për të kullotur në atë mëngjes të hershëm, ka qenë ora 4 e mëngjesit. Ky krim që shumë i organizuar krye me sa duhej vetëm fshehja e gjurmëve. Këtë veprim ushtarët e bën me shpejtësi dhe fshehtësi. Të paktën sipas tyre hapën 2 gropa dhe hodhën brenda të 2 viktimat. I hodhën shkurrë përsipër dhe i njëjti dëshmitar okular tregon: "Të nesërmen shkova në vendin e ngjarjes kur i pash se ishin mbuluar krejt cekët e me ferra. Si musliman që ishin, përse vapi mbulova më thellë. Në kontrollimin e gropës gjetën shumë shenja që përkisin Muça Qullit, pasi trupin e Çerçisit që ishte mbuluar më thellë nuk e prekëm." Pra, Mahmud Golemi, përveç se ka treguar vendin ku ishin vrarë 2 heronjt, 2 dëshmorët e shtetit shqiptar, ai ka bërë dhe një akt edhe të guximi madje, jo thjesht respekt, duke hapur gropat pak më thellë dhe duke i varrosur ata në kushtet të cilët ai ndodhej. Kush kishte dorë në këtë vrasje, në këtë krim makabër? Vrasja e Çerçistopullit i shpërfaqi edhe një herë aleancat slavo-greke kundër shqiptarëve. Sipas të dhënave, dëshmive dhe raporteve të kohës, rezulton se malazezët e vranë Çerçistopullin për llogari të grekëve. E theksoj këtë, malazezët e vranë Çerçistopullin për llogari të grekëve. Ishte një akmarrje për faktin se Çerçistopulli kishte vrarë peshkopin grek, sikur të përgjigje ndaj vrasjes së Spiro Kosturit në Selanik në vitin 1907. Kishte kohë që qarqet greke e kërkonin me qiri komitin shqiptar, i cili u vran përmjet një intrige. Por cilët ishin grekët që porositën vrasjen te malazezët?
3 janë personat e implikuar në vrasjen e Çeçistopullit. Ata janë Alush Loja, Spiro Tozhli, Mihalaki Kambuluri, të cilët kishin si qendër konsullatën greke në Shkodër. Në Shkodër kishte një konsullat greke. Tozhli ishte një tregtar në këtë zonë që mendoi se ka vënë në dispozicion parat për vrasjen. Dëshmia e parë që vërteton këtë është ajo e Kol Biankut, sekretar i kadastrit në Shkodër. Në një shkrim në numrin 18 të datës 19 qershor 1919 në gazetën Kuvendi, ai shkroi: Tash tu e mos mujtu me ndurum prej varrës rënd të zemrës time, po i lajmëroj vllazëve që në vitin 1915 Mihalaki Kumbuluri me dredhimet veta bani fli, mbyti 2 matndeshmit adhetar, shpirtndritshmit Musafaj Qulli dhe Çeçistopulli që sot Shqipëria i vajton. Kjo është dëshmia e Kol Biankut, sekretar i kadastrit në Shkodër. Kjo dëshmi e tronditi shumë rënd, e tronditi opinionin publik. Në numrin e datës 16 korrik, në gazetën Kuvendi, Mihalaki Kambuluri ju përgjigj Biankut duke e cilësuar shpifjat e që shkruan, por shfaqësimi lë me gojë hapur teksa i implikon Fezi Alizotin. Fezi Bej Alizoti, i një fort mirë shkaktarët e një mëndshëm të asaj vrasje, sikur ai vetë shumë herësh më pati diftuar këtu në Shkodër, kur shifeshin ditë për ditë e rinin bashk. Sa herësh e vërtetë është që Alizoti të ketë pasur dieni, kjo nuk është vërtetuar, që të jemi të sakt, por pas kaq vitesh një dëshmi e shkruar vlen sa 1000 prova. Ndërkohë, ndryshonte arsye dhe rrethana për eliminimin e gazetarit Musafaj Qulli. Të dhënat tregojnë se ai u vras si austrofil. Tani këtu do kemi një histori tjetër. Dhe kjo diej hapur në shkrimet e tij në gazetën e njohur të asaj kohe Populli, që botoi në Shkodër, dhe ai ishte drejtor. Kjo ishte një sjellëzemërimin e malazeze, po sidomos së serbëve, dhe situata e krijuar ishte një rast që duke i bërë bashkë Mustafa Qullin dhe Çeçistopullin, të eliminonin njerëz 2 shqiptarë që luftonin me penë dhe me pushk. 4 varrime. Eshtrat e Çeçistopullit nuk gjenden prej e kollaj. 4 herë në toka shqiptare ka pranuar trupin e tij të vdekur, si të ishte një reagim. 4 herë është varrosur Çeçistopulli. Varrimi i parë krye nga malazez, pra kur e vran. Dhe ende me gjak të ngrohtë e futën në dhe. Varrimi i dytë në 27 nëntor në Gjirokastër në të vitin 1936 në ceremoni shtetërore. Më 14 shtator 36 në Shkodër ishte kryer zhvarrimi, dhe kjo është shoqëruar me një ceremoni përcjellëse që ka mbetur në histori, sepse kjo është edhe dalja e parë publike e Enver Hoxhës me një fjalim që ai mbajti në balkonin e bashkisë së qytetit. Ju lutem regjia dhe njëra të foton kur ishte varrimi. Aty është fotoja e Enver Hoxhës, ku shfaqet Enver Hoxha, profesor në liceun. Ja, ai aty është Enver Hoxha. Këtu më bëhet zhvarrimi i eshtrave dhe ky këtu është Enver Hoxha. Dhe me një rrethana të çuditshme, ai mbajti fjalim në balkonin e bashkisë së Shkodrës. Aty kemi një manipulim të fotografisë, një retushim, balkoni ka qenë i mbushur plot dhe ai mbajti fjalim si gjithë të tjerët, si përfaqësues i Gjirokastrës. Por gjatë regjimit komunist, ata u fshin të gjithë dhe në balkoni ishte vetëm Enver Hoxha sikur i fliste djalerisë. Është një manipulim fantastik me anë të fotografisë për Enver Hoxhën. Ja, aty është Enver Hoxha dhe këtu. Domethënë më e zoomuar kë, më afër. Ata të tjerë janë kryetari i Bashkisë së Shkodrës, e personalitete të tjera, një oficer gjendarmerie dhe të tjerë do të jetë në mos gaboj kryetari i Bashkisë dhe të tjerë. Këto ishin varrime. Në vitin 1945 u krye varrimi i tretë, këto ishin 2, tani i treti. Duke vendosur eshtrat e Çeçistopullit varrezat dëshmorëve në Gjirokastër. Në vitin 70 eshtrat u vendosën kodrën e qytetit Gjirokastra, aty ku ndodhen varret e Bajotopullit, Koto Hoxhi dhe Pandelisë Sotirit shoqëruar në atë memorial. Pra, 4 herë është varrosur Çeçistopulli. Domethënë është një histori me të vërtet shumë e rëndë e vrasjes, po një histori gati paqe vërtet edhe zhvarrim, varrim, domethënë 4 herë gati sikur të thoshë shpirti i tij s'ka gjendur preje. Do bëjmë një ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën,
me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit i në studio, faleminderit e njëri institucionit monetar MoneyGram Akivez që mbështet emisionin e kaloj këtu në Dritare TV. Do t'i kalojmë edhe një herë fotografit, kam disa dokumente dhe disa foto për t'i komentuar dhe pastaj flasim përsëri për elementet dhe detajet e vrasjes, po edhe një herë kjo skema ja karroca i kanë zbritur nga karroca të dy, i ka thënë që do të shkojmë në Cetinj, karroca me kal, aty kanë qenë 15 ushtar dhe befas i kanë zbritur dhe i kanë ekzekutuar të dy. Faleminderit piktorit Gjejdiko si për herë që ka ilustruar të gjitha vrasjet. Foto tjetër, po e kalojmë Çeçistopullin, portreti veçantë, Muçaqulli. Kjo është një nga gazetat e asaj kohe që ka qenë gazeta Drita, Manastirit 1910, që Muçaqulli shkruante her pas here dhe kjo është Eniko Kotheres, një studius, një koleksionist, një shpjegues mbi të gjitha jashtëzakonshëm i arkivave shqiptare, po foto tjetër. E përshkruam dhe këtë të Çeçistopullit. Po, edhe këtë e komentuam të dy me Mjal Gramenon. Kjo është një çet tipike komanduar nga Çeçistopulli, komitët që quheshin në atë kohë dhe që ka kryer disa luftime për parësinë e Shqipërisë. Është me të vërtet një foto e jashtëzakonshme, sepse tregon shumë element të çetave që i drejtonte Çeçistopulli. Foto tjetër. Një nga ato të varrimit, aty është një fëmijë që mbran gazetën Demokratia, që botoi në Gjirokastër dhe që ka shkruar sigurisht edhe për kthimin e eshtrave të Çeçistopullit nga Shkodra në Gjirokastër. Foto tjetër. Ja monumenti Çeçistopullit, është një lloj simbolike për qytetin e Gjirokastrës, Çeçistopulli. Ky është monumenti që është vendosur në atë kohë në Gjirokastër dhe që është edhe sot e kësaj dite dhe këtu paria e qytetit që ka inauguruar këtë monument të jashtëzakonshëm, me të vërtet shumë interesant të Gjirokastrës. Po, foto tjetër. Gazetën Drita në Sofje është botuar sepse Çeçistopulli edhe shkruante, e fëlliqura Turqi, shqiptarët i ka rrjepur e varfëruar keq, saqë mund themi se varfëria vobësi, si e shqiptarët nuk gjenden gjikun. Pa shtëpi, pa gjë, pa mësime, pa më të voglën shpresë, kanë mbetur edhe prap pagesë rënd i pagojnë Turqisë, e cila i merr ushtarë që të vejnë e të vdesin nga klima dhe shigjetat e Mahmud Yahjait në Arabi, në Yemen. As ullë s'kemi, as ura, as mesojnëtore, as ndonjë të mirë për vendin tonë, ka bërë gjërim sot Turqia. Të gjithë të ollat që mbledh i dërgon në Stamboll, me çdo në punësitë së saj ka dhënë lejen të rrjep gjindjen në çdo udhë të mundur. Kjo është e dhënë nga Çeçistopulli. Ai thjesht nuk ishte një luftëtar, por ishte edhe një mendimtar, duhet thënë këtë, dhe pak njihet ky dimensioni Çeçistopullit si shkrimtar, si gazetar, si mendimtar i asaj kohe. Pra botuar në gazetën Drita në Sofje në dhjetor të vitit 1906. Foto tjetër. Edhe këtë e komentuam, po nga Niko Kotheria, Çeçistopulli. Foto tjetër. Po edhe këtë e komentuam. Po edhe këtë e komentuam. Po, është një dokument mbas kësaj, duhet të jetë një dokument. Po, tani, fletore zyrtare, 8 prill 1931, dekret ligj mbi shpërblime patriotike. Personave të treguam në artikullin 2 të kësaj dekret ligj, mbasi janë pajisur me gjithë cilësinat e lypura prej artikullit 1 dhe 2 të ligjit me datë 27 dhjetor 27, u akordohet një shpërblim patriotik me sasinë e shënuar më poshtë. Sipas dokumentave dhe hetimeve zyrtare meritojnë akordimin e shpërblimit mujor personat e poshënuar. 1. Bajo Topulli në muaj frangari 350, familjes Mjal Gramenos 300, Napolona frangari, Xhemal Prishtina frangari 300, Andi Hori 250, Dimitri Ilo, zonja e të ndjerit Çeçistopulli. Pra, Bajo Topulli aty ishte gjallë, dhe i është dhënë një shpërblim mujor 350 frangari. Zonjës së Çeçistopullit 120 frangari në muaj. Pastaj
ka dhe të tjerë personazhe, për shembull Sofia e Veja e dëshmorit Astafit, cili do flasim në një puntat tjetër, në një emision tjetër, edhe ajo ka marrë 100 franga ari si shpërblim. Pra, shteti i Amezogut, mbreti Zog, me dekret veçantë, sepse aty në fund mban firmën dhe vulën e Amezogut, ndërkohë sigurisht janë dhe kryeministri Pandeli Evangjeli, ministri punëve të jashtme, zëvendësministri i brendshëm Rauf Fico, Kol Thaçi, ministri financave, Medi Frashi, ministri ekonomisë, ministri drejtësisë Vangela Avrami dhe ministri punëve botore Izet Dibra. Pra, shteti i Amezogut e respektonte deri në vlerësim monetar familjes dhe bashkëshortës së çelësisë Topullit. Por, të themi disa mistere, disa gjëra, disa fakte më saktë që lidhen me këtë vrasje. 10 mistere. I pari, 1. A ishte arrestimi i parë dhe lirimi një taktik për të ulur vigjilencën e çelësisë Topullit dhe Mustafa Qullit? Besohet po. 2. Përse malazezët u thanë që nuk ishin gjë me ta edhe pse i vranë? Ishte pjesë e kurthit. 3. Përse i arrestuan pikërisht me 7 korrik? A kishte ndonjë domethënie kjo datë? Kishte një lidhje datar, sepse siç e tham, ata janë vrarë si akmarrje për vrasjen e kryepeshkopit në Selanik. Do thënë, kjo ishte një ngjarje që tronditi goxha qarqet greke dhe ajo vrasje ishte sikur të përgjigje për vrasjen e Spiro Kosturit në Selanik. Do thënë, është një ngjarje shumë e rëndë. Përse çelësisë Topullit dhe Mustafa Qulli i ndan veç të arrestuarve të tjerë patriotë që ishin bashkë me ta të arrestuar? Në pamje parë, në fakt, krijon këtë, ç'lidhje lidhje ka Muço Qulli me çelësisë Topullit? Sigurisht ata ishin miq, kishin bashkëpunimet e tyre, por arreston një gazetar dhe një luftëtar. Ka diçka që duhet i bënte bashkë, ka një lidhje bashkë, është pikërisht armiqësia ndaj atyre, e grekëve të lidhur me malazezët. Përse çelësisë Topullit shkojnë takim pasi garanci për jetën? Domethënë kjo është gjë më e habitshme. Domethënë, e thirrën dhe ai shkojnë takim. Përse malazezët i lidhën me pranga, hekura dhe litar vetëm Çelçizin dhe Mustafan? Të arrestuarit e tjerë nuk ishin në këtë situatë, në këtë gjendje. Përse ushtarët malazezë u thanë që do të dërgonin Cetinj, por rrugës i vranë? Pra, aty lajmëruan Cetinj. Është e habitshme, pse në Cetinj? Dhe kjo tregon që ishte një plan. Si ka mundësi që çelësisë Topullit nuk u gjet asnjë mik i vjetër për ndihmë gjatë qëndrimit në Shkodër? Kjo është një mundim shumë i madh, se kam kuptuar asnjëherë, askush nuk e ndihmoi gjatë ditëve që ai ishte i arrestuar, do thënë në Shkodër. Do thënë askush nuk e ndihmoi. Përse pas ekzekutimit dhe varrosjes ngjarja u mbajt e fshehtë? Kaluan shumë kohë dhe asnjë përpjekje, asnjë gjë për zhvarrimin, për gjetjen, për identifikimin e kufomave dhe gjithçka u mbajt e fshehtë dhe nuk foli kush. Duket që ka një bashkëpunim, sigurisht autorë ishin bashkëpunim grekët me slavët, me serbët, me malazezët, por pa diskutim që në këtë kanë dorë edhe disa shqiptarë, gjakprishur, siç i thoshin në atë kohë. Dhe siç e thanë edhe në fjalën e thirrjes së jeshtrave nga Anton Arapi, po edhe nga Ernest Koliqi. Do thosha që pjesa më e rëndë e kësaj vrasje, e këtij plani, pa diskutim ishte momenti i ekzekutimit, por akti, do thënë, heroik se si i lidhur me zinxhir dhe çelësisë Topullit është përleshur me ushtarët malazez, dhe kjo është dëshmuar nga dëshmitar okular i cili ka parë gjithçka çka ka ndodhur aty, është me të vërtetë një gjë e jashtëzakonshme. Vetëm një luan si çelësisë Topullit që ai kishte treguar veten në shumë luftime që ishte i tillë do ta bënte atë përleshje. Unë do t'i kthem edhe një herë çfarë ka thënë Ernest Koliqi. Hije mallore nisnin ju. Hije mallore të çelësisë Topullit dhe Mustafa Qullit. Ernest Koliqi. Zgjonin kalim zemrat e fjetura, zgjoni zemrat e fjetura. Fuqizoni shpirtat e ligështuam. Shka kërkon djaleria për Shqipërisë,
drejtësi të plotë shoqërore. O ti Çeçiz, o ti Mustafa Qulli, që më të kuq e bat flamurin. Domethënë, që sa frazë e bukur. Ernest Koliçi thotë që Çeçiz Topulli dhe Mustafa Qulli e bën më të kuq flamurin kombëtar. Pse? Se ata derdhin gjak. E bën më të kuq flamurin. Është një përcaktim i jashtëzakonshëm. E bët me gjakun e pastër tuj, shpallja djallërisë se përparimi më i drejtë se drejtësia më e plot shoqërore mund të arrihen në emër të Shqipënisë. Pra, ata u vranë në emër të Shqipërisë dhe kjo e lartëson shumë figurën e Çeçiz Topullit, po edhe të Mustafa Qullit. Dhe duhet themi edhe dy fjalë për Mustafa Qullin, është gazetari i parë i vrarë në historinë e shtetit shqiptar. Sigurisht i vrarë nga forcat huaja, por në bashkëpunim dhe me shqiptar, po është gazetari i parë i vrarë dhe kjo e bën atë edhe dëshmorin e parë në një farë mënyrë të rënë në detyrë si gazetar për shkak të detyrës. Për shkak të detyrës. E theksoj këtë gjë për shkak të detyrës. Ky ishte vrasja e rëndë e Çeçiz Topullit dhe e Mustafa Qullit, e Muço Qullit, sepse në shumë dokumenta apo edhe për frazat ndryshme, një si Muço Qulli, ai ishte Mustafa Qulli, dhe për shkurtimisht që thrisin Muço, Çeçiz Topulli dhe Mustafa Qulli. Ky ishte emisioni për sot, publicitet nga Urlan Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.